Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastron tërësisht të zorrët dhe zhduk barkun e fryr, një gotë nga kjo pije bën mrekulli. Përveç që pastron organizmin, kjo pije mbush trupin me energji, ndihmon tek ndjenja e lodhjes kronike, dhimbja e kokës, energjia dhe humbja e peshës. Sot është shumë e rëndësishme që të pastrojmë trupin ton nga helmet e ushqimit të shpejtë dhe nga të gjitha të tjerat që fusim në organizmin ton. Pastrimi i zorrës së trashë gjithashtu mund të na ndihmojë për të eliminuar të gjitha toksinat dhe bakteret e këqija nga ky organ. Kjo mund të na ndihmojë për të patur një zorr të trashë dhe njëkohësisht të shëndetshme dhe të përmirësojmë tretjen. Ne këtu do t'ju paraqesim një recetë natyrale të përbërë nga mjalti dhe uthulla e mollës. Për të krijuar këtë përzierje e cila do të ndihmojë në pastrimin e zorrës së trashë, juve do t'ju duhen këta përbërës: ujë i pastër, 2 lugë uthull molle dhe 2 lugë mjalt. Në një kavanoz apo në një gotë të thellë, përzieni që të gjithë përbërësit, trazojeni mirë derisa të krijohet një masë homogjene dhe mjalti të shkrijë sa më mirë në këtë përzierje. Konsumoni 1 deri në 2 lugë nga kjo përbërje çdo ditë në mëngjes për të pastruar zorrët. Konsumoni gjithashtu shumë ujë gjatë këtij procesi. Këshillohet të konsumoni sa më shumë produkte ushqimore, të cilat njëkohësisht përmbajnë sasi të mëdha uji siç është bostani. Këshillohet që ju ta përsërisni këtë rutinë 2 apo 3 ditë rresht. Siguroni që ta konsumoni sa më shumë këtë dietë së bashku me fruta dhe me perime tepër të shëndetshme si edhe drithra, sepse kështu jo vetëm që do të keni zorë të pastra, por do të keni edhe një trup më të shëndetshëm. Ndërkohë, nga ana tjetër, ju mund të pastroni zorrën e trashë me këtë bimë medicinale. Pastrimi i zorrës së trashë është shumë i domosdoshëm për të patur një shëndet sa më të mirë dhe të ekuilibruar. Në këtë video ne do t'ju paraqesim mënyrat se si ju të pastroni zorrën e trashë përmes bimëve medicinale. Nenexhiku, mentja. Kjo bimë është me shumë virtyte dhe pothuajse shumica prej këtyre virtyteve janë të lidhura me sistemin tuaj të tretjes. Nenexhiku ndihmon në pastrimin e zorrëve nga parazitët dhe nga të gjitha bakteret. Kamomili. Çaji i kamomilit lehtëson inflamacionin dhe përmirëson tretjen. Ju duhet që të pini me patjetër çaj i kamomilit çdo ditë në mënyrë që të pastroni zorrën e trashë nga parazitët. Kopra. A keni dëgjuar ndonjëherë për çajin e koprës? Ai ka aromë të freskët, është anti-inflamator dhe mbron sistemin tuaj tretës. Ky çaj është i përkryer kur ju ndiheni të plot apo të fryr. Nëse ju pini çaj kopre pas çdo vakti, kjo do ju ndihmojë të ndiheni më mirë. Trumz. Kjo është një bimë medicinale e cila vjen nga mesdheu. Trumza është njëkohësisht anti-inflamatore dhe antibakteriale, e cila gjithashtu ndihmon në pastrimin e zorrëve tuaja dhe parandalon gjithashtu formimin e parazitëve. Ndërkohë, nga ana tjetër duhet të dini se ekzistojnë mjaft receta tradicionale të cilat do ju ndihmojnë ju në trajtimin e problemeve me zorrët. Si fillim, konsumoni sa më shumë perime jeshile, zarzavatet, pagjethe, spinaçi, kale dhe gjithashtu lakrat e Brukselit, asparagu, zarzavatet, lekset, bizelet janë të gjitha të pastura me klorofil, i cili ndihmon në pastrimin e traktit tuaj të zorrëve dhe si rezultat qetëson zorrën e trashë. Ato gjithashtu ndihmojnë në detoksifikimin e mëlçisë dhe në mbrojtjen e trupit tuaj nga toksinat të cilat gjenden kudo në mjedis. Mund t'i zgjejmë perimet,
t'i shtojmë ato në supa ose t'i skuqi me pak salcë dhe me pak gjalp ose vaj ulliri. Ndërkohë, nga ana tjetër, duhet të dini se edhe xhenxhefili ka veti të jashtëzakonshme shëndetësore. Ka veti antiseptike dhe është i dobishëm pasi ai njëkohësisht e stimulon tretjen, mund të shtohet në çdo lëng ose mund të konsumohet direkt. Shtoni një lugë çaj, lëng xhenxhefili dhe mjalti, përzieni në një filxhan me ujë të ngrohtë. Kjo përzierje gjithashtu mund të konsumohet 2 herë në ditë. Ju gjithashtu mund të bëni një smoothie. Sipas ekspertëve, juve do t'ju duhet një lugë çaj xhenxhefil, një mollë e prerë, një filxhan spinaq dhe kohësisht një karrotë e prerë. Përzieni të gjithë këta përbërës me një gotë ujë dhe smoothie juaj do të jetë gati. Pijeni atë një herë në ditë për të siguruar funksionimin e duhur të traktit tuaj të zorrëve. Lëngje të bëra duke përzier mollë dhe limon. Mollët dhe limonët janë gjithashtu të pasur me lëndë ushqyese të cilat përmirësojnë veprimin e tretjes, siç janë vitamina C dhe A, antioksidant dhe fibra. Ju njëkohësisht mund të shtoni gjysmë filxhani lëng molle, ku do të shtoni dhe 2 lugë lëng limoni dhe 1 lugë çaj lëng xhenxhefili. Përzieni gjysmë filxhani ujë të ngrohtë. Ju mund ta pini këtë përzierje të paktën një herë në ditë për të ndihmuar në detoksifikimin e zorrës së trashë. Gjithashtu, sipas ekspertëve, mund të pini edhe uthull molle. Uthulla e mollës ndihmon gjithashtu në largimin e mbeturinave nga trupi ynë, duke ruajtur bakteret e dobishme. Mund të merret së bashku me mjaltin për të pastruar zorrën e trashë dhe për të rikthyer sistemin e tretjes. Përzieni njëkohësisht uthull molle të papërpunuar dhe mjalt në sasi të barabarta. Përzieni njëkohësisht në një gotë ujë dhe pijeni të paktën një herë në ditë. Ai jo vetëm që do të largojë toksinat nga trupi juaj, por njëkohësisht ka edhe shumë përfitime të tjera, siç është për shembull parandalimi i diabetit dhe ulja e kolesterolit të keq. Fibra është e shkëlqyeshme për mbajtjen e zorrëve sa më të shëndetshme dhe pastrimin e zorrës së trashë, duke eliminuar në këtë mënyrë të gjitha mbetjet jashtë trupit tonë. Ju mund të përfshini kokra të tilla si fasule, thjerza, bizele dhe gjithashtu mund të konsumoni mjedra, mango dhe finok. Këto janë disa nga frutat më të mira të cilat do të ndihmojnë po ashtu në pastrimin e zorrëve tuaja. Ndërkohë, uji luan një rol mjaft të rëndësishëm për shëndetin tuaj dhe në detoksifikimin e trupit. Kur zorra e hollë është e dehidratuar, është më e lehtë që toksinat të rrinë brenda dhe të formojnë një grumbullim. Ju duhet të konsumoni të paktën 2 deri në 2,5 litra ujë çdo ditë për të siguruar funksionimin optimal të zorrës së trashë. Shtoni një lugë çaj krip deti në një gjysmë litër ujë dhe pijeni atë përpara se të konsumoni mëngjes. Para se të hani ndonjë gjë tjetër, pirja e përzierjes inkurajon lëvizjen e zorrëve dhe njëkohësisht përmirëson shëndetin tuaj të tretjes. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.